Paralizojmë lexim letrash, kemi ndarë me 3 grupe. Çdo grup ka energjinë e tij dhe përcjellet mesazhe. Bëjni tuaj në çdo grup dhe mund të përcjellni çdo mesazh që unë përcjell nga letrat. Grupi i parë. Shikojnë letra është me shpatat, me person që në këto kohë po hulumton dhe po vepron. Shikoj një vepër tek personi, tek identiteti mashkull, shikoj vepra madhështie dhe njëkohësisht ka dhe universin që po e ndihmon tek pjesa e punëve të tij, tek pjesa mesazheve të tij dhe e shikoj në këtë kohë që ka nisur një punë të re, ka nisur një biznes të ri dhe po pret një si tip kontrate në këto kohë, njëkohësisht është dhe i vëmendshëm, është dhe pjesë ka me një pjesë shumë të fortë brenda vetes, sepse ka dhe persona kundërshtar dhe po është pak që po heton për mbi vetveten dhe është shumë vigjilent tek pjesa e punës të tij. Shikoj që jeni bërë herm nga një lloj sfide që keni pasur, nuk po arrini dot të përqendroni tek vetvetja juaj, tek puna që keni përpara vetes dhe ju duket çdo gjë bosh. Mos e mendoni gjithmonë sfidën që keni kaluar, sepse ju në çdo çast e mendoni. Njëkohësisht shikoj që shumë shpejt, për pak kohë, domethënë vjen një mesazh i arritshëm tek ju dhe vjen një ndryshim shumë shpejt tek ju që ju ndryshoni çdo sferë, çdo stres që keni brenda vetes, çdo hap në jetë. Shikoj që ju keni një punë të re në këtë kohë, shikoj që po keni një izaurim të ri, po gjithmonë po e merrni si me shpejtësi këtë lloj pune, po konfirmoni një dokument, po arrini të ngrini një diçka, një ndryshim të ri tek vetvetja. Njëkohësisht këtë lloj pune ju po arrini në sajën të një ndihme të 3 personave të tjerë dhe arritja e llojit të kësaj ndihme që ju po ju ndihmojnë, shikoj që keni edhe financa të mira dhe keni edhe një lloj kontrate që mund ta firmosni brenda pak ditëve. Do drejtoni diçka, do drejtoni një lloj pune, një lloj sfide, një lloj prezantimi. Jeni person shumë i fortë, jeni person që fjalët i keni të forta, vendimet i keni të forta dhe keni një mbrojtje në vetvete. Shikoj diçka tek ju jo pozitive. Keni 2 persona negativ, persona që janë domethënë në pedestalin e tyre dhe nuk duan që ju të arrini në madhështi. Edhe ju shikoj që këto kohë keni si botën e errët, domethënë keni pengesa dhe më pak si simbole të errta që ju nuk ndjeheni mirë. Jeni duke e gëzuar diçka, shikoj dashuri të re tek ju, shikoj që ju po projektoni dhe po imagjinoni dhe po manifestoni tek dashuria juaj. Ka diçka të veçantë që po e mbani përpara vetvetes, duke e lidhur dashurinë tuaj dhe me ndjenjat dhe me mesazhet. Njëkohësisht shikoj një simbol që ky simboli ka lidhje me një marrëdhënie shumë të fortë, një lidhje shumë të fortë që mund të finalizohet në këtë kohë. Sa përket personave të meshkuj, identitetit mashkull, ju keni arritur gjithçka, jeni duke ulur, duke menduar, duke festuar gjithçka tuaj, por njëkohësisht keni edhe një mbrojtje. E mbroni finalizimin tuaj, e mbroni domethënë dhe financat dhe parat dhe më tepër mbroni mbretërinë tuaj që keni arritur. Këtu shikojmë mbretëreshën, hyjnesh, që ju mendoni të keni një lidhje drejt për drejt me universin, drejt për drejt dhe me dritën drejt për drejt dhe me Zotin. Keni pak lëndime në vetvete, doni realizim, parapëlqeni meditimi, parapëlqeni shërimin e vetvetes, njëkohësisht po kërkoni një zgjidhje me persona energjik që të plotësojë dëshirën ose pjesën që tek ju mungon. Grupi i dytë i letrave. Grupi i dytë të letrave, ju arrini të kërkoni me forcë lidhjen tuaj, dashurinë tuaj, po njëkohësisht në këtë kohë është e pezulluar ose pak e distancuar. E shikoj që me ecurinë e ditëve në vazhdimsi ju të keni një mesazh. Mesazhi është pak jo pozitiv, por gjithsesi kjo gjë ju bën dhe të lumtur, sepse ju arrini merrni vesh diçka nga ai person. Jeni duke fituar, unë shikoj që ju jeni në udhëtim, edhe në udhëtim ju arrini merrni një
dokument, o një kontrat, o diçka tre që ka ndryshuar dhe shikoj që janë dhe me valet e detit, universi është tek ju, po vendos diçka të mirë tek ju, po vendos dhe një finalizim dhe po vendos dhe dashurin dhe ju jeni gëzuar, po përcjell dhe mesazhet pafund tek familjarët ose tek e dashura që ju keni arritur gjithçka dhe në këtë kohë po i prezantoni edhe një udhëtim, po e tërhiqni nga një udhëtim që e pret, mund t'i presni një bilet, mund t'i presni një lloj takimi, kështu që shikoj pozitivitet tek ju. Shikoj dashurit janë të thyera dhe janë në dilemë, domethënë jeni në lidhje tek personi ju mendon, ju do, por njëkohësisht është person mashkull që parapëlqen të ketë një lidhje tjetër, lidhja tjetër sigurisht triumfon tek ai, por njëkohësisht personi femër ngjitet dhe është si magnet tek universi dhe bën manifestim që tërheq, njëkohësisht ai tek ju ka besim të plot, ka diçka të veçantë, sikur shikon botën, po duhet keni pak kujdes tek dashuria. Ju jeni drejtuese shumë e mirë, shikoj domethënë dashuria tek ju është e qetë, e pastër, jeni si mbretëresha, po njëkohësisht keni diçka, një gjurmë të errët tek kalora juaj, para pak muajsh ose para pak pothuajse ditësh keni kaluar një dështim të hidhët, duke keni përshuar mirë gjërat, në këtë kohë ju po i matni mirë dhe po i peshoni mirë dhe po arrin të përcaktoni çfarë ndodh tek ju. Keni arrit një pozicion pune, keni marrë një pjesë potenciali dhe ju tash po zhvilloni programet e jetës, programet e punësimit. Shikoj që vendosni një kontrat dhe posa jeni vendosur ke ky lloj pozicioni, shikoj që keni financa të mira, po kujdes sepse ka persona të tretë, ka persona që ju rrethojnë, janë po në pozicion në lartësi dhe mundohen që mos ta keni shumë shpirat e karrike, mund të hedhi poshtë ju dhe duhet keni një mbrojtje në vetvete. Grupi i tretë. E shikoj që do keni një udhëtim. Udhëtimi është domethënë në skaja të larta, shikoj që është në hapësirë, shikoj me programe udhëtimin dhe ju jeni qetë dhe do aprovoni çdo dëshirë që keni, se shumë shpejt keni domethënë një lloj simboli, që keni simboli shkruar në mendjen tuaj dhe në forcën tuaj, që ju do keni një ndryshim, ndryshimi është domethënë shumë i menjëhershëm tek ju. Ju finalizoni një dashuri, finalizoni një ndryshim, domethënë finalizimi tek ju është i shpejtë, ka një kthesë të shpejtë, ndryshon çdo gjë, si me erë ndryshon, universi është drejt jush, ju domethënë keni simbolin e hanës, ju ndihmon në ndriçimin e punëve që keni në varësi dhe çdo pengesë që keni pasur, pengesat largohen, ju finalizoni edhe një ndërtesë të re dhe shumë shpejt festoni lidhjen tuaj. Arrin që qarkulloni në gjithë botën, ju keni pentakulën e fatit, keni rrotën e fatit dhe jeni përzgjedhur në jetën tuaj. Edhe po hapis edhe me vetvete që unë po arrej, po fitoj gjithçka dhe i matni punët dhe ditët me minutat e orës që nuk bëni gabime dhe i masni me hapin e duhur. Njëkohësisht keni dy persona si angel në krahët e tuaj që këto ju japin një pozicion të bukur, një shikim nga lart nga qielli, nga universi, që keni një lloj ndihme. Finalizoni dëshirat tuaja, keni një gëzim, mund të keni një ditëlindje ose mund të keni një party me shoqërinë tuaj dhe aty keni një finalizim dhe një pjesë feste që ju festoni dashurinë tuaj ose kontratën që ju mund keni marrë këto kohë ose mund vendosni një lloj kontrate, mesazhi i fundit. Gjithçka është e bukur rreth jush, po kujdes ka persona të hidhur që i presin gjëra si me kërshor në lidhjen tuaj, lidhja jo vetëm te dashuria, po dhe tek puna dhe tek arritjet e kohës dhe të ditës dhe tek aktivitetet tek ju. Duhet jeni pak të kujdesshëm, gjithsesi unë shikoj që universi ju ndihmon.